Përshëndetje, si jeni? Atëherë, kur re që ju dërhoqi pra projekti jon Krenaria Shqiptare. Çfarë ju dërhoqi më shumë? Lamuri, fjalë, Krenaria Shqiptare. Sa krenari ju që jeni shqiptar? Shumë. Çfarë ju bën t'jeni krenar? Mikpritja madhe që kemi ne si popull. Okej, atëherë ne si shoqata Nexhat, po kemi vendosur dhe një lojë faktikisht. Mjafton që të fotografoni barkodin e shoqatës sonë. Do të jeni pjesë e një loje shumë të bukur ku do shpallet dhe një fitues. Mjaft që të lini një koment. Jetë një koment i bukur sepse po flasim për krenarinë shqiptare. Patjetër që po. Ne jemi krenar që jemi shqiptar. Kështu që nëse i keni telefona, thjesht i bëni një foto dhe keni pjesë e lojës edhe ju, pse jo. Ndërkohë unë po ju jap edhe nga një letër për të njohur më shumë për krenaritë e shoqatës sonë, ndërkohë edhe barkodi do t'ju ndihmoj pastaj për të njohur më tepër. Edhe këtu.